Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 26 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. (26 qershor). Ngjarje 1945. Firmoset statusi i Kombeve të Bashkuara. 1963. John F. Kennedy flet fjalën e famshme Ich bin ein Berliner në një vizitë në Berlinin perëndimor. 1976. Hapet në Tower. 1979. Muhammad Ali tërhiqet. 2006. Republika e Malit të Zi bëhet antari i 192 i Kombeve të Bashkuara. 2012. Fillojnë transmetime 2 kanale digjitale RTS HD dhe RTS Sport. Lindje 1824. Lindi William Thomson, fizikant anglez. 1892. Lindi Percy Bush, letrare amerikane. 1917. Lindi Idris Ajeti, shkrimtar dhe akademik shqiptar. 1925. Lindi Pavel Ivanovich Beljajev, kozmonaut sovjetik. 1933. Lindi Claudio Abbado, dirigjent italian. 1947. Lindi Peter Støderlik, filozof gjerman. Vdekje 2009. Vdik Michael Jackson, muzikant, këngëtar, autor, kompozitor, koreograf, prodhues dhe valltar amerikan. 1994. Vdik Aden Dollard, shkrimtar hollandez. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës. Dita botërore e luftës kundër drogës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Tinka Kurtit, e cila është një aktore mjaft e njohur shqiptare. Ajo ka lindur në Sarajevo më 17 dhjetor të vitit 1932. Puna e saj, që përfshin 60 vite, përfshin më shumë se 50 filma artistik dhe 150 shfaqje teatrore. Ajo është vlerësuar me medaljen Artistja e Popullit të Shqipërisë. Biografia. U lind në Sarajevo, e bia e Det Kolthanit, është më e madhe nga 4 fëmijët. Familja e saj u shpërngul në Shkodër, kur ajo ishte në moshë të vogël. Pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Shkodër, ku edhe ju bashkua teatrit në moshë të re. U ngjit për herë të parë në skenë, në moshën 16 vjeçare. Për disa vite u aktivizua në teatrin amator në Shkodër. Në vitin 1947 u përjashtua u përjashtua nga Liceu Artistik i Tiranës dhe nuk mori asnjëherë ndonjë diplomë shkolle, por kjo gjë nuk e pengoi të bëhet një aktore e madhe dhe shumë e kulturuar. Që nga viti 1949 e derisa doli në pension, ishte aktore e teatrit Migjenit të Shkodrës, ku interpretoi rreth 120 role. Veçanërisht e suksesshme në rolet e saj dramatike të nënave, por po kaq e suksesshme në komedi. Shkërqen me role protagoniste në Gjaku i Arbrit, Histori irkutase, Fisheku në Paj dhe Fejesa e Çehovit. Kurti ka interpretuar dhe në kinema në rreth 35 filma artistik, duke filluar me filmin e parë shqiptar të metrazhit të gjatë Tana në vitin 1958. Ndër veprat të tjera janë dhe Nën Pashakoll tek Yjet e Netëve të gjata në vitin 1972, Nëna tek Çifti i Lumtur në vitin 1975, Signorina Mancini tek Vajzat me kordele të kuqe në vitin 1978, Gjyshja tek Zemra e Nënës. Tinka Kurti ka marrë çmime të shumta si në festivalet kombëtare të filmit, ashtu dhe në ato të teatrit. Këtyre çmimeve u shtohen dhe vlerësime të tjera të rëndësishme, si medalja Mjeshtre e Madhe e Punës, akorduar nga Presidenti i Republikës. 2 kinema, një në Tiranë dhe një në Durrës, mbajnë emrin e saj. Gjithashtu emrin Tinka Kurti e mban dhe një shkollë.
Në vitin 2003, regjizori shqiptar e Sateliti realizoi një dokumentar të titulluar thjesht Tinka, kushtuar jetës së saj. Ajo është aktive dhe në ditët e sotme. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth magnezit, mineralit mjaft të rëndësishëm, dëmet që shkakton mungesa e tij dhe çfarë sjell ai në shëndetin ton. Magnezi është një mineral thelbësor për të gjitha funksionet. Gjendet e gruri, arrat dhe farat, soja, çokolata e zezë, perimet jeshile, bishtajore, në peshk, kos dhe produkte të tjera të qumshtit. Sidoqoftë, thësia e magnezit në ushqim ndikohet nga përmbajtja e ushqimeve. Funksionet e magnezit. Ky mineral nevojitet për kocka të shëndetshme, merr pjesë në transmetimin e impulseve nervore, relakson muskujt dhe rrit nivelin e energjisë. Ai kontribon në shëndetin e enëve të gjakut, ul presionin e gjakut dhe rrit HDL-n ose kolesterolin e mirë. Po ashtu luan një rol thelbësor në kontrollin e sheqerit në gjak, rrit funksionin imunitar dhe përshpejton shërimin e plagëve. Çfarë ndodh me trupin kur mungon magnezi? Mosmarrja e mjaftueshme e magnezit në trup mund të çojë në presion të lartë të gjakut, spazma të muskujve, aritmi dhe kapsllëk. Si të sigurojmë sasi të mjaftueshme të magnezit? Ullëndimet e fundit kanë treguar se në rastin e niveleve të ulta të magnezit, është mirë që ta merrni atë nëpërmjet shtesave ushqyese ose duke përdorur magnez në formën e sprayit. E përsia është që një trup i tillë merr sa më shumë magnez sa duhet dhe nuk përthith pjesën tjetër të tij. Shtojcat e magnezit duhet të merren me kujdes pasi të këshillohen me mjekun. Mbi dozat mund të shkaktojnë efekte të ndryshme si lodhja, dopsia e muskujve, ulja e rrahjeve të zemrës, presioni i lartë i gjakut, frymëmarrja e cekët dhe humbja e refleksit. Prandaj shumë e nevojshme që të këshilloheni me mjekun tuaj nëse keni mungesë magnezit ose jo. Magnezi gjithashtu është një mineral i mosdoshëm për funksionin optimal të sistemit kardiovaskular, sistemit nervor, muskujve, eshtrave, presionit të gjakut dhe mbajtjes nën kontroll të sheqerit në gjak. 75% amerikanëve kanë mungesë magnezi, shprehen mjekët. Magnezi ndihmon gjithashtu kundër edemave në këmbë dhe në sistemin gastrointestinal të shkaktuar nga intomaticina. Kriprat e magnezit ndihmojnë në parandalimin e artritit. Magnezi i ulët shoqërohet me një rënje në densinë e minerale të kockave. Mungesa e magnezit rritet me moshën për shkak të marrjes jo adekuate nga dieta, absorbimit të dobët dhe disa ilaçe të njohura në paksimin e magnezit. Disa nga shenjat e para të mungesës së magnezit janë dhimbje barku, spazma, dhimbje të muskujve, ankthi, tensioni, ndjenja dhe shqetësimi dhe tronditje janë shenjat në mangësi të magnezit. Mangësia e magnezit ju pengon për të pushuar mjaftueshëm në mbrëmje apo kur bini në gjumë nuk mund të arrini të fleni dot. Hiperaktiviteti dhe shqetësimi tek fëmijët mund të jetë për shkak të mungesës së magnezit. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 26 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta deri mesatare kalintare, kryesisht në juglindje dhe verilindje, por pareshje, domethënë se temperaturat do të shënojnë një rritje të lehtë në krahasim me një ditë më parë. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara malore do të ketë vranësira të pakta kalintare. Pasditja vijon me motë ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:02 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 36 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 32 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 31 gradë Celsius, Tiranë
20 deri në 36 gradë Celsius. Durrës, 22 deri në 33 gradë Celsius. Kavaj, 21 deri në 33 gradë Celsius. Elbasan, 20 deri në 36 gradë Celsius. Berat, 21 deri në 36 gradë Celsius. Korç, 13 deri në 29 gradë Celsius. Vlorë, 22 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 31 gradë Celsius. Sarandë, 22 deri në 32 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 26 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale me diell. Në disa zona malore, gjatë orëve të pasdites mund të ketë vranësira kalimtare por pa reshje të rëndësishme. Temperaturat mbeten tipike verore me tendencë të lehtë rritjeje. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 13 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Tej, 13 deri në 30 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 30 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 31 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik, 13 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.